Vetëm 3 kokra kumbulla në ditë dhe i japin lëmë të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Kumbullat janë një ushqim i shijshëm, i ëmbël, i pasur me fibra që luajnë një rol të rëndësishëm në dietën tonë të përditshme. Brez pas brezi ato janë konsumuar për shkak të vetive të tyre unike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve. Në formën e tyre të thatë, kumbullat vlerësohen më shumë edhe për para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Marrëdhëniet e tyre në strukturat e ëmbëlsive që ofrojnë me përfitime të mëdha në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Ato janë gjithashtu shumë të përdorura në forma të ndryshme të marmalatave, kompostove e të tjera. Por konsumi i kumbullave, qoftë edhe të freskëta në dietën tuaj, do t'japin përfitime mbreslënse në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumi i kumbullave në dietën tuaj do të jap indeks të ulët glicemik, falë fibrave dhe sheqernave të tyre, të cilat absorbohen më mirë nga trupi. Pra le të shohim cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kumbullave në dietën tuaj sipas Healthline. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrave. Fibra është thelbësore për shëndetin e zorrëve dhe rrjedhimisht edhe për shëndetin e përgjithshëm, pasi zvogëlojnë riskun e sëmundjeve në zemër, goditjeve në tru dhe diabetin e tipit 2, ndër të tjera. Shumica prej nesh konsumojnë vetëm 20 gram fibër në ditë, ndërsa sasia e rekomanduar është 30 gram. Pra një grusht me kumbulla në ditë mund të jetë zgjedhje shumë e lehtë ushqyese dhe e shijshme për të marrë fibra të rëndësishme kështu për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vitamina K do të jetë më e madhe në shtimin e dietës suaj me konsumin e kumbullave në mënyrë të rregullt. Kumbullat e thata janë të pasura me vitaminën K, e cila gjithashtu është thelbësore për mpiksjen e gjakut, gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe në shërimin e tij. Kumbullat e thata mund të ndihmojnë në shëndetin e përgjithshëm të kockave, në forcimin e tyre dhe në parandalimin e frakturave të mundshme. Shtimi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve. Kumbullat do të ofrojnë përfitimin më të rëndësishëm, siç është edhe marrja e vitaminave B6. Vitamina B6 është thelbësore për funksionin e duhur të sistemit imunitar dhe ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, e cila transporton oksigjen në të gjithë trupin tonë. Për më tepër, vitamina B6 ndihmon trupin të shndrojë karbohidratet në proteina dhe në energji, duke bërë atë shumë të rëndësishme për mirëqenien tonë të përgjithshme. Kumbullat do të ofrojnë nivele shumë të mira të manganit dhe të bakrit. Mangani dhe bakri janë dy minerale teje të rëndësishme për gjendjen tuaj shëndetësore. Mangani është i dobishëm për shëndetin e kockave dhe procesin e koagulimit të gjakut, ndërsa bakri ndihmon trupin të prodhojë qelizat e kuqe të gjakut dhe të bardha dhe të mbështetë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Këto minerale ndihmojnë edhe në prodhimin e qelizave të rëndësishme, në mbështetjen e trupit, gjithashtu edhe në forcimin e imunitetit tuaj dhe rritjen e energjisë trupore. Kumbullat do të ofrojnë përfitime të mira të elementeve të kaliumit. Kaliumi është një tjetër përbërës që gjendet e kumbullat dhe është jetik për funksionet e duhura të zemrës. Në të njëjtën kohë ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e hipertensionit, gjithashtu edhe goditjeve në tru, ndërsa ekspertët i citojnë ato se janë një përzgjedhje shumë e mirë në mbrojtjen e shëndetit të kockave dhe parandalimin e frakturave që i kanosen atyre. Kumbullat nuk janë vetëm të shijshme, por edhe plot me vlera dhe element që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tonë në fusha të ndryshme. Nëse nuk i keni të përfshira në dietën tuaj, mos humbisni kohë. Konsumoni kumbulla dhe përfitimet që do të marrë organizmi juaj do të jenë të menjëhershme. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale, edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye më tepër pse duhet të konsumoni kumbulla në dietën tuaj ditore. Kumbullat përmbajnë më shumë se 80 lëndë ushqyese.
Kumullat të freskëta të thata ndihmojnë për të përthithur më mirë mineralet e hekurit në trup, për shkak se janë burime të mira të vitaminës C. Një kumbull do të ofrojë të paktën edhe rreth 84% ujë, 0,6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të larta të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, kalciumit, magnezit, gjithashtu edhe të kaliumit. Këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kumbullave. Nivelet të ulta të sheqerit në trup. Kumbullat kanë indeks të ulët të glicemijës që do të thotë se mund të ndihmojnë në kontrollet më të mira të niveleve të sheqerit dhe zvogëlimin e riskut të zhvillimit të diabetit të tipit 2. Ato janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në përmirësimin e kujtesës suaj. Nëse konsumoni 5 kumbulla në ditë, do të ndihmoni organizmin të lirojë veten nga efekti radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës. Kumbullat janë plot e përplot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas hulumtimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antioциanin dhe quercetin, të dobishme këto në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumbullat do të mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Një kumbull e freskët do të ofrojë 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar riskun e goditjeve në tru dhe sulmit në zemër. Kumbullat do të përmirësojnë sistemin tuaj tretës. Kumbullat lehtësojnë gjithashtu kapsllëkun dhe ndihmojnë me problemet të tretjes së ushqimit. Ato janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme edhe në përshpejtimin e tretjes. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumbullat është t'i zhysni ato në ujë të zjerë dhe më pas t'i përdorni në formën e kompostos. Kumbullat janë shumë të mira për shëndetin e kockave. Studimet nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumullat të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit, vitaminës D. Grupi që konsumonte kumullat të thata kishte dëndësi më të lartë kockore në shpinë dhe në krah. Kumbullat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Kumbullat janë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë me shumicë kumullat do të bëjnë një rol të rëndësishëm ushqyes për mbrojtjen e shëndetit të syve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, duke ulur rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve të tilla shëndetësore që prekin njerëzit e të gjitha moshave, por kryesisht janë më të pranishme te moshat e thyera. Ato mbrojnë kundër zhvillimit të problemeve të dëmtimit të qelizave. Kumbullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi problemin e radikaleve të lira, të dëmshme edhe në saj të efekteve që kanë mund të mbrojnë më mirë shëndetin tuaj kundër radikaleve të lira. Shtimi i kumbullave në dietën tuaj ditore mund të përkthehet në një produkt mjaft të rëndësishëm me pak kalori që mund t'japë rezultate të mira. Një kumbull e vogël në dietën tuaj mund të përmbajë vetëm 30 kalori, kështu që kumbullat mund të jenë një ushqim i shpejtë, shumë i mirë dhe mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Kjo për shkak të ndikimeve të tyre ushqyese, konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të përkthehet në një faktor të mirë ushqyes në parandalimin e komplikacioneve, citon Healthline. Kumbullat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve të radikaleve të lira. Studimet tregojnë se konsumi i kumbullave në dietën tuaj do të përkthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Kështu që, nëse shtoni kumbullat në dietën tuaj, do të keni më shumë përfitime. Ato ndihmojnë trupin tuaj gjithashtu edhe në prodhimin e kolagjenit. Vitamina C është thelbësore për sintezën e kolagjenit, i cili mbështet gjithashtu edhe mbrojtjen strukturore të lëkurës në shëndet. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.